Nilor Film dhe Digitalp prezantojnë Më i miri në vend. Çdo puntat, një profesion. 3 mjeshtra. Një garë e madhe. Shumë burrje. Por vetëm një titull. Kush do të jetë më i miri në vend? Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Më i miri në vend. Nga sot hapet një maraton garash ku artistë të profesioneve të ndryshme do të përballen me njëri tjetrin për të na treguar se cili do të jetë më i miri në vend. Nëpërmjet votave të secilit prej tyre, vlerësimit të një eksperti i cili jo vetëm i vëzhgon, por dhe i vlerëson gjithashtu, si dhe përballja një prove të përbashkët, të gjitha këto do të përcaktojnë fituesin dhe cili do të jetë më i miri në vend. Le të imagjinojmë së bashku sikur në rrugët e qytetit tonë duke ecur, krejt rastësisht pengohemi në një gur. Jam e bindur që ashtu si dhe për mua, dhe shumica prej jush do ta gjejmë veten duke thënë është thjesht një gur. Por ne nuk e dim që ka nga ato persona, të cilët te ky gur shohin jetë, shohin frymëzim, shohin art. Në fakt kam përshtypjen që e zbuluat paksa se për cilin profesion bëhet fjalë. Le ta ndjekim së bashku. Gurgdhëndja është një nga artet më të vjetra të njerëzimit. Që në hershmëri, njeriu përpiqej të komunikonte apo shprehej nëpërmjet gurit. Piramidat egjiptiane, pallatet persiane, tempujt e Greqisë së lashtë, Taj Mahali i Indisë, dhe shumë vepra që njihen në historinë e njerëzimit, mbajnë të shënuar djersën dhe mundin e gurgdhënësve më të hershëm. Po në Shqipëri, për fat të keq, historia shkruan shumë pak për gurgdhënësit, duke i lënë shpesh ata në anonimitet. Pavarësisht se punimet e tyre janë pjesë e identitetit kombëtar. Fal teknologjisë së përparuar, sot gurgdhëndja është bërë më e lehtë. Por ka dhe nga ata që daltën vazhdojnë të përdorin si armën më të fortë. Ka nga ata që për shkak të mbështetjes dhe vlerësimit të pakët nga shteti, detyrohen të nxjerrin bukën nga guri, shpesh duke shitur artin e tyre nëpër varreza të humbura. Por ka dhe nga ata që mbushin rrugët e qyteteve përkatëse me skulpturët e tyre, duke u përpjekur kështu të thyen paksa këtë mospërfillje dhe mosmbështetje. Po sot, kush ka ardhur të tregojë veten se është më i miri në vend? Duket e pamundur që nëpërmjet një dalte, një mjeti kaq të thjeshtë të arrihet të ndërtohet një kryevepër e përkryer deri në detaje. Por me sa duket, mjeshtra të tillë ekzistojnë, madje jo ekzistojnë, por jetojnë shumë thjesht mes nesh. Shumë herë ndoshta dhe i kemi parë, mund t'i kemi dhe fshin, shok, miq, por ne nuk e dim që njëri prej tyre mund të jetë pjesëmarrës në Më i miri në vend. Zbulojmë së bashku personazhin e parë. Një ditë e re sapo filloi për më të mirin në vend. Por nuk do të jetë një ditë çfarë do edhe për Krujen. Kruja sot mund të bëhet me një hero të ri.
një vend pranë gurëve, krah të forta, talent dhe pluhur. Çfarë mund të duhet më shumë për një nga gurgdhënësit më të mirë në vend? Emri i tij është Adnan. Me këtë zanat kam filluar rreth viteve 80, që qerri vogël kur ndërtoi muzeu i Krujës, më pas pata shansin me punu aty. Avash se kemi filluar nga më pak me defekte, me gabime, Avash prap me kalimin e kohës kemi korrigju veten, kemi mbledh eksperiencë, përvojë. Unë ka 20 vite që njihem me Adnanin, e kam punu. Në ambientin e punës është shumë kërkues. Dhe çdo gjë e kërkoj që të bëhet me precizion. Kam 2 fëmijë, nuk merren me këtë punë, dhe unë nuk kam dëshirë që të merren, më si vetë kam heq. Kur i thonë kështu, popullore të zi dhe ullinit, sikletin matë. Michelangelo shërben si një formë injeksioni për të mos u largu nga puna për pap, shpaloz ato faqet e tij dhe në procesin që jetë domethënë do e gjesh diku në një nga këto fotot. Talenti është si puna e asaj pigmentit që e hull me një masë tjetër e përzillë, po e masa tjetër është punë. Të gjithë punojnë, të gjithë përpiqen të japin maksimumin. Më i miri do dalë ai që do prezantoj një punë më fine, me kuptim, më me vlerë. Edhe Adnani është më i miri, po të lavdruan krutant është eksakt i mirë. Por, a do të mjaftoj vetëm kaq për Adnanin, që të jetë më i miri në vend? Durim, përkushtim, sy të mpret dhe një dorë të mirë. Këto janë karakteristikat e një gurgdhënësi të mirë. Por me sa duket, Jorgji thotë që ka dhe një gjë tjetër. E shohim së bashku se për çfarë bëhet fjalë. Mali i Tomorrit. Kalaja me themele i lire, ura e Goricës dhe një shumë llojshmëri ndërtesa shkulti janë këto mburjet e qytetit muze. Beratit dhe ndër këto vlera, spikasin dhe punët modeste të një prej gurgdhënësve më të mirë të vendit, Jorgjit. Dhe para faktikisht kanë qenë qysh nga fëmijëria, dhe që atëherë dhe sot nuk kam shkuar nga ky profesion. Asnjëherë nuk është më zgjitur profesioni, pasi e kam me shumë pasion, me shumë dashuri. Gjatë kohës së punës time kam marrë shumë tituj, shumë çmime, titulli mjeshtër. Kam marrë në moshën më të re, 24 vjeç. Kam marrë edhe një medalje nga Kuvendi Rrugor me urët në infrashe. Me sa duket, Berati e ruan me fanatizëm të madh mjeshtrin e vet. Punët e mia dallojnë shumë sepse janë punë artizane, të traditës, qytetit, duke parë se kaluan dhe në art. Babi është kritikuesi më i madh i çdo pune time. Është gjithmonë aty me mua kur unë punoj edhe çdo gabim që unë bëj, ma korrigjon, më flet. Astrologjia unë jam tepër primitive. I kam velat nga më primitive, të cilat edhe sot i punoj këtë kovaç. Babi më është më i miri në profesionin e tij. A do t'jetë po aq i denj konkurenti i tretë? Thonë se sa më i fort të jetë guri, aq më lehtë duhet jetë dora. A mund ta bëjmë vallë gurin të flas? E ndjekim së bashku. Na ishte një herë një princesh me emrin Argjiro. E bukur, e zgjuar, por edhe shumë trime. Aq trime, sa që për të mos rënë në duart e armikut, preferoi të hidhej nga muret e kalas, së bashku me të birin e saj. Që nga ajo kohë, kalaja u quajt Kalaja e Argjiros, ndërsa qyteti Gjirokastra.
Në këtë qytet me ngjyrë të përhimt që ngjan si një copë argjendi, jeton edhe Muhedini, i cili me një dalë të vjetër mundohet të gdhëndi përrallën e jetës së tij në një copë guri. Unë quhem Muhedin Makriu, në lagji Adunavati pari Gjirokastrës. Unë jam djali i 3 i 9 fëmijëve. Si usta rrjedh nga prejardhja e gurit. Babai ishte mademxhi, që në fëmijëni mua më jepesh të bëja gjëra artistike me balë të kuqe, bëja si plastilerinë dhe bëja gomarë, breshka, zoqë të ndryshëm. Kështu që unë kisha një talent të jashtëzakonshëm nga gjithë shokët. Gjyshi në punimet e mia që ka parë, akoma nuk ma jep atë punë e vërtet. Po thjesht më thot akoma ke shumë gabime për të bërë, duhet të mësosh akoma. 3 fëmijët e mi 3 djemtë dhe nipërit nuk e kanë atë vullnet, atë dashuri nuk e kanë. Të tërë më kanë fotografuar. Thuaj që në Amerika, Anglia, Kanadaja, Belgjika, Hollanda, tërë shtetë më marrin në fotografi. Për punën artistike të bëjnë. Bilevet italianët më thonë dhe Michelangelo. Sot jam 78 vjeç dhe punoj si kur jam djalë. Kënaqësia time është të vdes në gurin. Thonë që gjirokastritët janë pak kurnac, por me sa duket, Muhedini nuk u kursye as pak. Të na tregoj që është më i miri. Kuptohet që unë jam i mirë. Ju ditë të tjerët do të mundonin të më harroni mua. Ne u njohëm me 3 heronj, me 3 mjeshtra të gurit, po ndërkohë ata nuk e njohin njëri tjetrin. Le të zbulojmë së bashku se do të vazhdojnë të 3 të mbajnë të njëjtin qëndrim pas prezantimit të secilit prej tyre? Kujdes tuja, kujdes Gjirokastra, se Berati është më i mirë nga ju. Mbase ke të drejt, po mbase dhe jo, Jorgji. Ai ta mbaj emrin e Beratit, por unë mbaj emrin e gjithë botës. Dikush thot, je më i miri, e kam fillu ta besoj edhe unë që jam. Nuk ma merr mendje që të jetë më i miri në vend, pasi unë kam një periudhë shumë të gjatë kohë që merrem me gdhënien e gurit, kam gati 43 vjet në profesion. E guri Beratit është i butë. Nuk është i fortë sa guri tonë. Ne Gjirokastra e kemi gurin shumë të fortë. Gjirokastra e njoh unë më mirë nga Muhedini, pasi kam punuar një jetë të tërë atje dhe e njoh shumë më mirë dhe nga Muhedini që është guri dhe gdhënia e gurit. Talenti është si puna e asaj pigmentit që e hull me një masë tjetër e përzillë, po e masa tjetër është punë. Isha dhe ashtu qoftë, edhe ai në rast se ka talentin është shumë brapa në mua, se u e ka patur talentin që i vogël. All the best. Kuptohet që unë jam i mirë. Ju ditë të tjerët do të mundonin të më harroni mua. Po pritet dërbar se sa kemi filluar, ta shohim një herë. Pasi konkurrentët tanë u njohën me njëri tjetrin, tani duhet të përveshin mëngët sepse sfida sapo ka filluar. Por si fillim, ata duhet të inspektojnë vendin e punës së njëri tjetrit. A do jenë në nivelin e duhur? Çfarë kanë për të thënë? Dhe midis të tjerash, çfarë vote do t'i japin njëri tjetrit? Vetëm pas pak. Një gurgëzëndës nga Kruja, një nga Berati dhe një nga Gjirokastra janë të bindur se janë më të mirët. Por 2 prej tyre u gënjen mendja. Cilët? Dhe gara sapo ka filluar për të 3 personazhet, le të shohim së bashku kushtet e punës së gjithë secilit. Fillojmë me inspektimin e vendit të punës së Adnanit. Jorgji dhe Muhedini janë futur fshehurazi për të parë kushtet në të cilat punon Adnani. Është punë maqinerie për mua. Nuk hin në artizanat. Ai ka prirje për bizatim, por nuk është punëdore. Maqineria është maqineri. Nuk ka atë gusto, atë finicion, atë dashuri të punës. Sa herë që ne fusim instrumentat të tjerë, siç janë ato pajisjet që punojnë me ajër, kompresorët dhe këto, ndryshon puna e dorës dhe nuk kjo është më artizan. Prirjen si skulptor, si piktore ka, por kjo shumë shpejt mund të bëhet me maqineri, bën fundjet heq edhe del figura, del pamje. Punon shumë bukur, e njeh shumë mirë artin,
dhe një vizatimi. E mirë, unë shikoj edhe një diçka tjetër që këtu më vjen dhe veglat e dorës. Këtë Janë të gjitha vegla të punës me kompresor. janë me kompresorë, janë me Gjithashtu me janë pistolet. Janë me pistolet. Nuk është dore. Pas inspektimit të vendit të punës së Adnanit, Jorgji dhe Muedini bëhen gati t'ia thonë përballë për shtypjet që krijuan. Si ka luar, no? Sini. Më shënduar. Ne erdhëm në studion tuaj, para të punimeve të burit, na bën përshtypje disa gjëra. Sa hym, e para herë nuk ke një numër kontakti ke dera, ke vënë në xham. Do ta shinoje më saktë. Se kur vi klienti ta gjej saktë. Një numër telefoni dhe bëndë mirë që të njihesh edhe në rrethet e Shqipërisë. E dyta, bashkë me zotërin kemi një vrejtje që në kuptimin vrejtje, nuk është vrejtje sepse shjo puna jote dhe Ty të lumë shënduar, më ti do punosh të jetosh. punon në që mënyrë nuk e futim në radhën e artizanatit këtë punë. Kjo quhet punë industriale. vendore. Me këtë modul kaq të vogël ti, mund të bësh beben e sirit me makineri. Po ta bësh me dorë ti ka rrezik ta fjesh. Kurse kjo e bën e aq javash sa asë dëmton asë bën. Prandaj se quaj artizane, e quaj industriale. Mendoj se nuk ja ulin vlerat punës dorës, masi procedurat bëhen gjitha me dorë, thjesht përshpejtohet koha, arrihen volume, kënaqen klientat, kënaqem dhe unë. Gjagji ka mendimet e veta që thotë dhe këtë me këmbgulje. Si punë nuk e shajnë, si punë është e pasër, do e kërë, po nuk është punë dore, kupton. Se ti me dorë këtë, për sa ditë e bën ti me punë me dorë? Po do e bësh një javë mendoj. Unë me dorë ta bëj për dit, e kam shumë dit. Ti me makineri e bën me një dorë. Aq shpenzime sa ka bërë ai për makineri, unë mund të fitoj për një muaj. Nëse unë do punoj 10 ditë për të realizuar një objekt, atëherë çmimi do dali po themi 100 lekë. Nëse unë punoj një ditë do dali 10 lekë. U e shoh, nuk jam punoj, ore, kam punuar 35 vjet agjustator. Agjustator do të thotë artisti mekanikës. Nuk ka mundësi që të bëhet një shkallë më lart nga mua. Dhe përmi të gjitha syrin që ka agjusteria nuk e ka artisti. E të agjustimin e ke bo me durdi apo me vegla, me instrumenta? Agjustimi, profesioni agjustimit bëhet me dur apo me lim? Me lim. Po edhe unë kam gjati marifet tjetër me Me lim, po. Nuk fola sepse faktikisht nuk më la shumë aftësirë kolegu tjetër i Gjirokasës, pasi ngulmoj shumë ke mënyra e trajtimit të punimeve. Kjo është e blerë. I do dohet i ferrobatur me kovaçan. Shiko, kjo s'është e kovaçan. Jo, më kemi dhe me kovaçan. Kjo është me diamant, ose me video. Po ja mekanik, ku i njoh gjitha. Këto janë kovaçan. Kjo është kovaçan. E kovaçan, ati? Kjo është kovaçan. Ti tego i kësa të shprishë. A i kovaçi, shiko, si ti janë bërë buzët, si buzët të vicit, i themi ne. Trurin ma ojë e i, gjaj e si kishtë e i? Më i miri në vënd betë e mund, që bëj pundore, që e bëj veglën vetë, instrumentin vetë. Nuk ka burë të më hevi. Por tani, ka ardhur momenti që Jorgji dhe Muedini t'i japin një vot Adnanit. Për vlerësimin e Adnanit, nga 1 deri në 10, mendoj që 10 ndaroj për vete dhe notën që jemi do të Adnanit do jetë 7.5. Unë Adnanit do të bia notën 7. Punon mundohet për të jetuar. Pra, votat për Adnanin u dhanë, por sa i mëshirshëm do t'jetë Adnani tani që do inspektojnë vendin e punës i Jorgjit? Unë gjysh si duken. Kjo punë? Mesatare. Do punë, i ri është, perspektivën e ta. Jorgji tha që e ke shkrujt emnin në pluhur më Adnan dhe kur erdhi aty ke studio ime dhe këtu se pas ka ke dera vetë, po për mu prap kjo nuk përbënej problem të madh, nuk më duket e rëndësishme sepse Jorgji është ky. Duhan shiko këto dhe nuk ke nevojë për Jorgjin, për numër telefoni, për adresë, gjen me se ne. Ti do është shumë tërë së vëndi ku punon. Nuk pas shkrohet puna e tia. Pozicioni i këtia, vënd këtu,
që të ishte në një vend më të se këto ngjitë të ngrësh këto kotrone, këto bloqe me peshë këtu, edhe rruga dhe gomari nuk shkon dot jo të shkojnë njerëzit të ngrënë të peshë. Për vetë u kënaqe herë që është i boga bukur, më bukur se unë se ti. I boga më bukur se ne. Qa më bukur jo. Më bukur jo. Allah i boga. Këto punë që pasiron ke këtu, kjo është punë e trash për mua. Punon, e ka. Po është e trash, nuk është cilësia, do të thënë, që të pëlqet të kënaqet syri. Nuk të kënaqet? Nuk të kënaqet syri. Për mua ajo që më bani përshtypje ishte prodhimi. Po ta themi kështu shkurt, elegancë gjallë. Duhet i bëj komplimente ustajt për punë që ka bë. Megjithatë ka dorë. Ka dorë? I ri është. E sigurt. Po eci. Për mua ecën, do eci. Kur kam qenë në Greqi, kam bërë gjëra më të mëdha, më të lezetshme dhe më estetike. Por, ka ardhur momenti që Gjorgji ti ndryshoi mendjen dy të tjerëve. A doja dal ai? Si dukesh? Rruga? Rruga, shike vështirë vapa. Ti këtu punon, a? Po, në ta mirë. Mirë. Ustajë kështu popullore thonë mashallah, të lëngë durët. Kurse u them një mirë. Punë të vogla kështu nuk bën? Jo, të vogla jo. Si janë këto punë të me që Berati dhe Gjirokastra janë qytet të gurit, vinë turistët dhe turisti nuk ka mundësi ta marrë këtë. Ose një udhëtar i thjesht ti pëlqej për shembull dhe ti thotë ta marr. Qa shikon këtu janë prodhime për vendin. Po i ke parasysh tjetër. Se jashtë pastaj dihet se duhen diçka më të vogla, më po i ke simbolike. Për këtë lule këtu. Për sa kohë mund ta bësh? Ka 3 javë punë atë. Sa? 3 javë. Shumë. E sa mund ta shesh tjetër pastaj? Ajo nuk shitet vetëm, se do shitet në komplet. Po do shitet komplet, po vetëm për këtë pjesën këtu që ke punë. Ajo është kjo nuk të merr vlerat vetëm për pjesë që ka këtu. Ka dhe lulen tjetër, ka dhe pjesë e lulen tjetër, ka kemë dhe o gjakut. Për këtë vëndi këtu që ke bërë, nuk ndajet ajo, nuk ka 3 javë. 3 javë. Kur më tha që për 3 javë bëj një lule, ajo është beter fare. 3 javë, edhe 3 javë, edhe 3 javë, edhe atje, dhe këtus. O të më thoshe për shembull këtë lule, e bëj për një ditë, edhe një ditë këtu, 3 edhe 4, po. Po pse do ta bëj ti këtë për një ditë? Pa tak, makineri. Kjo punë, unë thash 2 ditë, edhe më pak bet kjo punë. Ta marru në maqinë, e a mere pas nesër, të mbaruar. Është ajo shpreha që e di luga që ka vorba mrena, e di Gjorgji për sa e bëj, unë s'mund të bëj atë kritikun në pjesën e kozët e saj. Për të gjitha këto që pashë, unë i bëj një mesatare. Unë për vete, me gjithë shpirt, me sinceritetin më të madh, duhet ta vlerësoj me 19. Me që s'ka më shumë. Pasi morëm vlerësimin e Gjorgjit, erdhi radha e konkurentit të fundit, Muedinit. Çfarë do të kenë për të thënë për të? Shikoj shumë punë nga këto me gishta. Nuk e kuptoj këtë mënyrën e vendit dhe nuk e di a janë këto elementë që duhen trajtuar në gur apo jo. Ato punimet që ishin me duart me dinit, po thuaj se nuk më pëlqyen fare, pasi nuk kanë qartë thoshnin dhe më dukën pa vend. Ai duket se është i mërzitur nga jeta dhe ka gjetë një mënyrë të shprehurit, pavarësisht nga... Se kjo ndryshon, kjo është ajo mënyra e dy gishtave të demokracisë. Edhe këto strukturat që ka këtu janë shumë naive, por prapë qëndrone, ka një lëvizje, ka një mënyrë trajtimi të veçantë, ka të tim, kështu i trajton gjitha këto. Por problemi është që nuk është shumë artistik, është shumë amatoresk. Mua më pëlqejnë këto të vogla. Të bukura. Janë suvenire që mund t'i marrë tuaj. Pavarësisht formës, por të trajtohen mirë këto janë më të këndshme për të tregtuar. Një artizan për shembull do t'i bënte mirë kjo mënyrë tregtimi. Po, gjendja e tyre natyrale duket
Se ustajt i pëlqen më shumë se sa ta trajtoj me pjesën industriale, duke i vuna për korniza. Mu duke mirë, i thjesht, s'me thonë modest, po i orientum nga kërkesat e tregut. Dy konkurrentët u njohën me vendin e punës së Muhedinit. Tani janë gati ta shikojnë atë në veprim. Unë mbarë. Si jeni? Si kaloni? Në marrë sa. Si dukeni? A u lodhe? Ullu. Si keni qenë? Si ka nesër punës? Lodhe se në qi? Ne si ketë. Si ketë. Me se po meresh? Ja, bëj këtë lullën. Këta italianët i thonë fjolla della vita kësaj lullës, kurse neve shqiptarët i themi lullë e jetës. Lullë e jetës. Qa guri e kështë e gjithë, no? I shkotron dhe shumë i fort. I bëjt të fortën për arsye se nuk prishen, qoftë nga lagështia, qoftë nga temperaturat e larta, dhe merë, mbasi mbaron, i japi letër të honë dhe fekstin duket sikur është bronz. Është guri mirë dhe guri për. Është i Gjirokastës? Dhe nuk zhduket për të rjetën, është i Gjirokastës. Po këto punë i keni krijuar vetë të gjitha? Po pa tjetër që vetë i kam kryuar dhe duke parë dhe në për fotografira, do me thënë që janë shtëpit për shtëmë karakteristike. Po me qa dalës punon ti? Duke punuar agjustator, unë kam gjetur veglat që janë prej rapidi. 9 krom silicium, është i mirë, balestra. Po i gjerë kollaj veglat? Balestra është akoma me mirë, por vuaj nga temperimi. Po tani, ku i gjeni konkretisht? I kam sajuar vetë. Vetë, i bëni vetë? I kam sajuar vetë në ato mbeturinat e qeliqeve që kishim në uzinë metalike. Është sa më i kufizuar mbase, është më tradicional në aspektin e të teknologjik të veglave, ndjek, po të themi kështu, linjën popullore. Me këto duart, ke shumë ato, qarë do të tregosh me këto? Duart i kam bërë për arsye se grushti tregon komunizmin. Dhe gjishtret këto demokracinë edhe këto simbolet e tjera pasta i kam bërë me radhë. Nuk jam për këto lloj skulpture dhe nuk më pëlqen. I mungon shumë puna e artit. Punon, por nuk ka art brenda. Muhedin ka ardhur koha të dalësh në pension. Tere, nëse është për ta vlerësuar nga 1 deri te 10, e vlerësoj me notën 9. Unë Muhedinit jap votën 7. Nga inspektimi i vendit të punës së Adnanit, ajo vlerësua me notën 14.5. Për vendin e punës, Jorgji merr vlerësimin 16. Muhedini vlerësohet për vendin e punës me notën 16. Konkurrentët kanë vlerësuar njëri tjetrin me votat e tyre, por ata nuk e dinë që ekziston një personazh i katërt, një ekspert i kësaj fushë i cili pa dijenin e tyre i ka vëzhguar dhe vlerësuar. E zbulojmë se tek cili personazh ka vendosur të trokas eksperti. Është quajtur zot në përdorimin e daltës, eksperti i detajeve dhe i përsosur në këtë vëndje. Janë këto cilësitë e ekspertit ton, Arben Bajo. Skulptura është një profesion relativisht i vështirë. Kërkon dhe intensitet fizik edhe mendor edhe intelektual. Nuk mund të jesh një skulptor pa njohur mirë historinë e artit, historinë vetë, artet e tjera. Mua më klasifikojnë ke artistët që merren kryesisht me figurë njerëzore. Bile atje thonë që kam edhe fuqinë time. Nuk jam larguar kur mënyrës tradicionale të bërit skulpturë. Kur flasim për senatësi dhe sidomos për artin popullor, ne vlerësojmë naivitetin apo atë që ai e ka të lindur dhe nuk e ka të fituar nga shkolla apo nga përvojat akademike.
mikrofon, kamera e fshehur, shumë komente për të bërë si dhe një personazh i panjohur, do të jetë i dërguar i ekspertit ton, duke u hequr si një klient i zakonshëm. A do e kuptoj Adnani të vërtetën? Mirëdita, unë abarë. Si kaloni? Mirë, si jeni. Doja të bëja një porosi për shtëpinë. Kam ato oborrin e ri të shtëpisë edhe dua të bëj diçka, po as vetëm nga kam qartë çfarë do bëj prandaj. Po mund ndihmove dhe ti? Një çesme. Ti si i bën këtu? Si bëjmë me gur, me... Guri nga e merr. Kemi krujës, kemi... Ke gur të krujës, mund ta marrim ta bëjmë, okay? E bën vetë ti me dorë, gjitha? Me dorë. Gjithë procesin? Të gjitha. Punimet që bën janë krejtësisht i det të tij apo porosi të ndryshme që merr nga klientët. Okay. Po vizatimet këtë modelin gjën e kjo origjinale, të bëjmë diçka origjinale bashkë apo një gjë copy paste të marrim nga interneti? Jo, do bëjmë origjinale me motivet që do të timë, modelin, formën, volumin. Për sa kohë e bën një punë? Koha apo legu? Të dyja bashkë. Të më thonë një 600 eurosh. 600 euro? Faleminderit, mirë pafshim. Mirë pafshim. Adnani e kishte industrializuar punishten e vetë dhe kishte shumë vegla, e kishte çuar në një nivel tjetër që nuk ka të bëj shumë me artin popullor. Sot ka vegla kompjuterike që ti mund të çosh një bocet edhe të ta bëj në mermer pa u lodhur fare ti. Po kjo ne po flasim këtu për zeje dhe për njerëz që i bëjnë vetë këto gjëra. Doja të merra një suvenir për shtëpinë, po me gur janë të tëra këto që keni këtu? Të gjitha janë me gur. Me çfarë guri, me çfarë materiali përdor? Qa guri është ke merrni këtu? Ai është gur kotron, guri fort. Guri fort. Nuk është guri botë, është guri fort. Që do më thënë nuk thyet apo? Jo, nuk është në punim i fort. Edhe për të thirr nuk thirr. Po. Këto detajet ju marrin shumë kohë për të punuar? Po. Në një orë gjysmë të orë të bërë. Pyetet lutem sa kohë i duhet për të bërë një nga këto punimet e vogla që ka përpara. Sa kohë mund të marrin? Për një ditë, e gjysmë me bëj. Po, kur klienti ju kërkon diçka që ju se keni, që se keni bërë ndonjëherë. Po të dojë të më japi do me thënë çfarë kërkon ai dhe unë jam gati t'ia bëj. Të lutem, bëjni edhe një pyetje tjetër, zotë Modin. Këto punimet i ka si pjellë fantazisë të tij apo i shef diku edhe i riprodhon? I bëni vetë me dorën tuaj, nuk është se i kopjoni vizatimet ose... Jo, e bëjnë gjithmonë me dorë, nuk kopjoni. Për shembull ajo atje që është e gjirokastës, e keni vizatuar ju vetë me dorë apo? Po, vetëm me dorë. Ai mu duk shumë interesant edhe në vetdijen e tij, ishte fliste sikur të ishte ndonjë artist i madh, po ato që bën janë krejtësisht naive, popullore, shumë të këndshme në vizionin amatoresk. Ky më duket më i papritur, më origjinal edhe është më afër shpirtit të popullit. Si kaloni puna mbar? Thanë që mund vi këtu tek punishtja juaj për të bërë një porosi. Mua më duhet për shtëpinë, për oborrin e shtëpisë, të porosisë një çezëm. Po nuk është se e kam idenë shumë të qartë unë vetë, kështu që të doja që të më ndihmoj edhe ti. Të më jepi një sugjerim për që tek dizajni, tek masia, pak a shumë sa mund ta bëjmë. Si do të shikoj disa skice që kam? Janë këto punime që i vinë me porosi. Ju i keni punimet tuaj origjinale si punoni? Kjo janë disa tipe pestash. Okej. Është një variant. Kjo që po punohet tani? Kjo është një element oxhaku. Është oxhak, ë? Mund ta pyesi zotërin se sa kohë i duhet për të bërë një punë të tillë. Sa kohë mund të më marrë mua, sa do më duhet të pres nëse e porosis një çezëm? Të paktën pa 2 muaj nuk... 2 muaj? Po. Se të njëta këto janë punë me dorë. Okej, punë me dorë. Domethënë ju punoni gjitha gjërat i bëni me dorë, gjitha proceset. Po që gjuan edhe këtu në ambientin që unë kam, në të atelier, ku çdo gjë, nuk shikon asnjë lloj makinerie. Okej. Të gjitha vetëm me dalë, me dorë, me çeka. Gurin ku e merrni?
Gurin zakonisht kemi gurin e Beratit. Ishte Beratit. Shumë Beratit. Do të thonë gjithë materiale vendese. Zonën e Mesapare dhe këtej. Jorgji Beratit është dhe një mjeshtër shumë i mirë, nuk diskutohet. Tek ai ndjej më shumë profesioni, duke që ai është marrë gjatë gjithë jetës së vet me këtë punë. Mendimet e ekspertit u dhanë, por votat e tij ngelen për t'u zbuluar vetëm në fund. Kush ka qenë më i denjë për vlerësim të lartë nga ana e ekspertit? Të tre burgdhënësit do të vihen përballë një prove finale. Dikush do e kalojë me sukses, dikush jo. Do të jenë pikërisht vetë ata që do e gjykojnë se kush do të dalë më i miri. Vetëm pas pak. Tre gurgdhëndës sfidohen për titullin e më të mirit në vend. Në sfidën e parë, secili prej tyre inspektoi vendin e punës së tjetrit. Komandet nuk munguan edhe kur pan procesin e punës së njëri tjetrit. Por asnjëri nuk dinte që arti i tyre do të vijë në matin e syrit të një eksperti. Tani ata janë gati për provën finale. Kush do të jetë më i miri në vend? Të tre u mburën, të tre komentuan dhe kritikuan punën e njëri tjetrit. Pa diskutim, të tre nuk i shpëtuan syrit e ekspertit. Tani ka ardhur momenti për të treguar se sa vlen realisht në një provë të përbashkët. E zbulojmë së bashku. Të tre gurgdhënësit marrin veglat e tyre më të besuara dhe bëhen gati për provën finale. Nuk e dim çfarë prove do na japin, po mendoj se do e përballojmë. Do t'ja dalim patjetër. Mendoj se do të dalë më mirë të tjerë. Ma do mendja se më i miri mund të jem. Këtë ma kanë dhënë të tjerët, jo vetëm. I pari që fillon punën është Adnani, ndërsa dy të tjerët e ndjekin punën e tij nëpërmjet një monitori. A do e dalë Adnani të kaloj provën me sukses? Adnan, përshëndetje. Përshëndetje. Punë të mbarë. Si je? Mirë. Mirë? Si dukesh? Mirë, lodhur. Hajde më. Kam ardhur se kam një porosi të veçantë. Kam ardhur nga më i miri në vend, dua të më bësh këtë kokën e kalit. Unë po të lë këtu, besoj se je okay, për 30 minuta mjafton. Po, do ta bëjmë? Atëherë shihemi pas 30 minutash dhe punë të mbarë. Faleminderit. Është pak e vështirë për ta përfunduar për në 30 minutave, megjithatë do mundohem që ta realizojmë, ta marrim fjalën. Për 30 minuta atë, nuk e bën dot ai as, si 6 orë. Mua nuk duket që nuk është gur. Se ai e kruan me një lim atje, se s'bën e përkon. Ju bëhet fjalë për prejen me trokë. Nuk është normale. Nuk është normale. Kështu e mendon, ë? Po, kështu e mendoj. Po të jetë që duhet bërë një punë artizane, duhet gjej gur natyral atje dhe ta marri ta punoj të bëj diçka të bëj fare. Fjala vjen një kërmidh. Tali është një nga strukturat më të vështira dhe mendoj që e vetmja gjë që ndryshon këtu me teknikën tonë është vetëm kjo. Punon me fleksibël. Nuk është kjo është ai që ne ndryshojmë në teknika. Do të punoj me dorë, por dora nuk të lejon të punosh të lloj pune kaq të vogël. Do ta bëja shumë më mirë. Do t'ja jepja nuancat e kalit tamam. Të lloj pune, nëse unë do ta kthejmë në gur, mendoj që do ta realizojem me përmasa shumë herë më të mëdha dhe shumë herë më mirë. Por gjithmonë me gdhendje. Ato do ta shoj. Mos u mburr, mos u lëvdoj.
Nisë mbrapa dhe shohë. Adnan, e përfundove? Duam. Ha, me sukses? Sukses, mendoj se do të përkej, ta gëzosh. Shumë mirë, Adnan, faleminderit, bashkë do shkemi në studio. Suksese! Si që patë dhe ju, mrena kohës ja dolëm, fjallën e mbajtëm që Pasi pan punën e Adnanit, dy të tjerët bëhen gati të japin votat. Vlerësimi i Adnanit me pikë nga 1 deri në 10, mendoj të jetë nota 7. Të them të drejtën, intuitën e skulptorit e ka, por nuk është punë dore. Dhe i vën notën 4 edhe shumë. Është shumë. Adnani vesh petkat e komentuesit dhe ja lë vendin Jorgjit. Të shohim si do eci me provën këy i fundit. Jorgji, përshëndetje. Punë të mbarë. Si e? Mirë? Jorgji, unë vi nga më i miri. Ti e di tashmë që je pjesë e këtij konkursi, kështu që kam një porosi speciale për ty. Ne duam të na bësh, të na gdhendësh shkrimin më i miri. Por kuptohet, s'kemi shumë kohë në dispozicion, kështu që besoj 1 orë është koha në cilën ti mund të na realizosh të gjë. Punë të mbarë, për 1 orë unë do vit nga porosin. Okej. Suksese! Me kohën më duket i ngafët, shumë i ngafët. Edhe goditjet e mbajtja e dorës dhe e peronës nuk është tamam dorës saj. Qena çekiçi, qena mbajtja e daltës. duket mirë më gjysh. Po të duket ti se ti në atë nivel mund t'jesh vetë. Atë shkrim, unë do t'a kisha bërë për 1 orë qerek. Por, do t'a bëja me shkronja të lartë, jo me kanal. Me shkronja të larta po bëna e me gjysha. Si ishe bën me shkronja të lartë, po bën kanale ati. Ku më kanale? Ore fusha duhet t'jetë poshtë dhe gërma duhet t'jetë lartë. Atë po bën dhe ai. Qa bën ai më? Ku e ka? Ai bën kanale. Jo më gjysh. Po ja në këtë plak guri ai po bën vi këtu tëk. Kurse unë sem gërma tjetë e lartë dhe fusha tjetë poshtë. Uli syzët më gjysh, uli se duket se nuk po e shef mirë, uli syzët se ai. Po me shikojmë atje poshtë. Po krem plak tjetër ai, a pastaj kjo është të Jo, dugej. ajo është se kemi kamerat, kemi dëshmitar, po duket se e ka nisur mirë. Gërma është e lartë atje? Apo e poshtë? E lartë më gjysh. Lartë gërma mbi plak në fushë? Po kur e bëri ai plaka që e shesht? Kur e groposi pa? Po jo më aty po bën, po e gropos. Po gropos gërmën më nuk... Jo gërmën më fushën. Fushën ai po... Po ta fusnjë në grop, po ta fusnjë. Ha? O ta fusnjë në grop, fushën. Shikon asi të vojë? Shikoj mo. Po të vete u poshtë tani? Të veqë. Të vete? Të veqë, Ku t'je kërkoni t'ja fotim ju? Merë një dëshmitar. Mua më kërkoni t'i t'ma fotim. Po s'po ta fusim më gjish në grop. Po ma fut, po shaj. Duket se nuk shikon asit. Shko merë ja plakën t'a shojmë këtu. Se e bën lartë apo e bën poshtë? Jorgji, koha kaloj shpejt, ë? Po, iku 1 orë. Kam përshtypjen që është gati? Se kam mbaruar, Akoma? por do mendoj ta bie në studio. Okej, Jorgji. Atëre punë të mbarë. Shihemi në studio bashkë. Mirupafshim. Me sa duket, Jorgji nuk e përfundoi detyrën që kishte marrë. Sa do të nikoj kjo në votat që do japin dy të tjerët? Mendoj që nuk u arrit në kohën e dur, pasi kishe goxha probleme, punë më tepër nga ç'duhet, jo shkrimi, jo vendosja e gërma në distancën e dur, dhe si atyre ishe në maksimum, dhe më angri kohë më tepër. Do mësoj, një kalus me Zot. Ka kohë, do mësoj. Notën, kalus e 4. Duke gjykuar mënyrën e të punuarit, por të rreqen nga koha mendoj ta vlerësoj me notën 8. Nuk kanë atë cilësi që duhet.
Pavarësisht se këta janë artizan, kanë kohë të mësojnë, edhe të rinj janë. Kohën e kanë përpara, janë brapa. Janë shumë brapa. Pasi çfarë ndodh, personazhi I fundit, Muhedini, duket më gati se kur të tregojë aftësitë e tij. Përshëndetje, më kam dërguar për një provë. Më duhet një punim si ky për shembull. Për sa kohë mund ta punoj? Zakonisht më e bëj për një orë që re. Po I duhet më shpejt. Më duhet për 30 minuta. Për 30 minuta e ke gati. Unë për veten time po vash fjalën, jo për 30 minuta, po dhe për 20 minuta ja bëj. Por Adnani dhe Jorgjit nuk duket se u mbushet syri. Them se nuk mund të mbaroj dot atë që ka menduar përgjithësimore. Mund të mbaroj pak për një orë. Duke se Xhaxhi ka marrë seriozisht, do ta mbaroj. Mbrana minutave, ha? Diçka e thjeshtë është puna që po bën, po gjithsesi prap do kohën e dur, më duket se do I kohë. Unë punoj shpejt, punoj me cilësi, edhe nuk ja kam bërë asnjëri dysh se bëj dot këtë punë ose s'ja bëj dot këtë punë. Më pëlqen ajo gojëja që kanë në mënyrën e kundërt të tij. Një që kanë ka dy faqet kryesore të tij dhe nuk vjen e mënyra goditës transitore. Tregon një mos profesionalizëm. Edhe për 5 minuta e mbaroj dhe nuk kam problem më se shtishtoj. Duket e tregon që është një kukullajk. Shumë e curia duket se ka ritëm shpejt, nëse me cilësinë metet për ta pambë. Kështu e kam mirë. Me tonë duket në rregull. Unë do ta bëja më mirë për shkak. Dhe unë mendoj se mund ta bëjmë më mirë. Ose bën dot ti atë bësh. Unë këtu ti ta bësh më mirë se unë, pas bëhet fjalë po. Këtë do ta shikojmë në vazhdimsi. Ja valla, po unë këtu e bëj më mirë. Atëherë tek aty. Tek. Shikoj që fitojnë tashun e bëj. Unë kur them flas me kompetencë, por nuk flas ashtu si. Për kaq kohë që më ka mbetur mua tani, unë e mbir Oscar Ovdes. Atëherë mendoj që për këtë punë që Muhedini ka realizuar, nuk shikoj në një vështirësi, nuk shikoj në një punë të skajshme, por mendoj që një notë 5.5 mund të jetë e mjaftueshme. Sa i dha Jorgji herë ta diun që t'ia fuzim atij Muhedinit ne me unë e Jorgji. Nuk e. Me që ju se tregoni edhe notën që boni vlerësuesi tjetër, unë që t'jem mrena kështu me angopatit 6. Prova që bëra unë është më e vështirë, sepse ai është guri fort. I qelim. Vlerësimi I Adnanit për provën finale është 6. Për provën finale, Jorgji u vlerësua me 7. Muhedini kalon provën finale me notën 9. Më në fund janë këtu në studio me 3 mjeshtrat e gurit, Jorgji, Muhedini dhe Adnani, ju mblodha bashkë të 3. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shëndetje. Si u duk si eksperiencë, Jorgji? Është një eksperiencë shumë e bukur, pasi ne shkëmbyem eksperiencat tona në qytetet të ndryshme, si Gjirokastra, Kruja dhe Berati, dhe do t'jetë gjatë në kujtesën tonë. Më duket mua apo të ka lënë një shije shumë pozitive? Patjetër që po. Adnan? Një eksperiencë shumë e mirë.
Muedini? Mua kjo eksperiencë më duket e mirë, për arsye sepse i jep një vrull punës artizanale, sidomos për kohën e sotshme që erdhi, që çdo njeri duhet i dalë zot vetes. Të shoh që na keni zbukuruar dhe studio, na keni sjell dhe dhurata me vete, me sa mbaj mend Jorgji, kjo ishte pikërisht ajo prova të cilën ne nuk arritëm dot ta përfundonim apo ja? Po, kjo është prova që ishte dhënë me qëllim për këtë emision. Më i miri dhe ajo nuk përfundua në moment, pasi Dhe tashmë është gati. Dhe tani është gati. Pjesa më e vështirë nga e gjithë kjo eksperiencë, nga e gjithë çka kaluam së bashku. Ishte një provë për ju, ishte një sfidë, përveç se e përjetuat shumë mirë. A mbani mend ndonjë gjë të vështirë, të veçantë, të cilët ju desh pak kohë për ta kaluar? Po. Ishte dhënia e opinionit për kolegët. Vështirë për mua të paktën. Mirë, ju keni vlerësuar njëri tjetrin, e keni vëzhguar dhe punën edhe vendin e punës. Kuptohet që e keni vlerësuar nëpërmjet votave. Ne i kemi parë dhe e dim se si keni vlerësuar njëri tjetrin. Ju dhe publiku jo, e zbulojmë së bashku. Rurin ma hoqë ai, gjaj si kishte ai? Punë maqinerie për mua. Nuk hin në artizanat. Jorgji tha që e ke shkruajt emrin në pluhur më atë nëntë kur erdhi aty ke studio ime dhe këtu se pas ka ke dera vet. Kjo është punë e trashë për mua. Këto punimet që ishin me duar të Medinit, po thoj se nuk më pëlqyen fare dhe më dukën pa vend. Mendoj që do të realizohem me përmasa shumë më të mëdha dhe shumë më të bëjnë. Po duket mirë më gjysh. Po të duket ti se ti në atë nivel mund t'i jesh vetë. Më pëlqen ajo goxhia që kanë në mënyrën e kundërt të tij. Tregon një mos personalizëm. Notën që jep nota Adnan do jetë 7.5. Unë Adnanit do të bia notën 7. Me sinqeritetin më të madh duhet ta vlerësoj me notën 10. Për të gjitha këto që pashë, unë i bëj një mesatare. Unë Muedinit jap votën 7. Nga 1 deri te 10 e vlerësoj me notën 9. Nuk është punë dore. Dhe i vë notën 4 edhe shumë. Nga 1 deri në 10, mendoj të jetë nota 7. Mendoj ta vlerësoj me notën 8. Notën kalushë 4. Mendoj që një notë 5, 5.5 mund të jetë e freskët. Që ti e mrena kështu me ngopët tit, 6. Muedin, i prisje këto vlerësime? Si mund të vlerësojnë 4, 5, të thashtë kanë bërë pakt me njëri tjetrin? Shiko, mua jo si usta në Republikë që më nje, po më nje gjithë bota. Dhe më thonë Michelangelo. Dhe bota mua më kanë në të gjitha televizorët e botës. Dhe të gjitha stacionet televiziv të botës. Nga puna që kam bërë. Dhe më thonë që rroshin 1000 vjetë. Prandaj letër. Prandaj lodhen Këta kot. të marrin forca nga mua dhe pikërisht ndaj më kanë dhënë dhe në mes që kërkojnë për kraje, kërkojnë ndihmë. Adnan. Është e vërtetë. Po Jorgji. Si realizator mund të jemi kapelen. Kam punuar si artist. Po jo si grup dance. Nëse do të riktheheshim edhe një herë dhe do t'ju kërkonim që të bënit po prap një vlerësim të tillë me vota, do t'ishin të njëjtat votat? Po sem se jo. 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 Ku do kishte ndryshuar Jorgji? Po do të ndryshon në çik e Muedini. Te Muedini. Patjetër. Do t'i jepim më shumë. Më pak. Më pak. Po. Mirë. Ndërkohë, përveç se votave të njëri tjetrit, ne kemi zgjedhur një personazh të katërt. Pa dijenin tuaj, ai ju ka vëzhguar dhe ju ka vlerësuar dhe është një ekspert i kësaj fushë. Votat e tij kanë shumë rëndësi, sepse duke u mbledhur së bashku me votat që keni dhënë ju njëri tjetrit, pa diskutim do të përcaktohet se cili do të jetë më i miri në vend. E zbulojmë së bashku se për cilin personazh bëhet fjalë. Ky është një vlerësim jo për aftësitë e tyre, por për atë çfarë sjellin. Adnani Krye do t'i vija 6. Jorgji do t'i vija 7, 8 Muedinit, 10 nuk merr asnjëri.
Ndoqëm së bashku dhe vlerësimin e ekspertit. Secili nga ju ka bërë parashikimet se kush mund të jetë personazhi i cili do të fitojë, le ta themi, këtë kupë të titull më i miri në vend. Por tani është momenti për të ndjekur së bashku grafikon përmbledhëse të gjithë shumës së votave, ku do të përcaktohet se cili është fituesi dhe cili është më i miri në vend në këtë profesion. E ndjekim së bashku. Dhe notat përfundimtare për 3 ikonat tanë të punimit të gurit janë: Adnani, 31.5. Jorgji, 35. Dhe Muedini, 35.5. Dhe me sa pam nga grafika, më i miri në vend je ti, Muedin, me 35.5. Ajo dihet nuk e jeni di çfarë vlerësuar. Unë të uroj, kjo është për ty. Urime. Jo vetëm që forcat të gjithë lëvizjes televizorëve për t'i dhënë hovë rinis për të zgjedhur punën e urgëndësit, të artizanët, të gjustatorit, të kovaqit, të druglënësit, e të gjitha me radhë. Unë të bëni një punë suksese. shumë të mirë. Kam Ju faleminderit për respektin. Suksese. Kam përshtypjen, Muedin, që është një dhuratë simbolike, e cila në një farë mënyrë pse jo do të jetë një kujtim shumë i bukur për të gjithë niprit mbesa dhe familjen tënde. Mirë, unë ju falenderoj sepse me talentin dhe profesionin tuaj ju gëdhëndit një kujtim shumë të bukur tek ne, që për fat keq kishim haruar se sa të bukura janë këto profesione ose zanate. Ju falenderoj që ishit pjesë dhe pranuat të ishit me ne në këtë emision. Gjithashtu dhe ne falenderojmë juve. Faleminderit Adnan dhe pa diskutim ju uroj sa më shumë sukses. Ndërkohë të dashur miq, do takohemi sërish javës që vjen me një tjetër profesion. Kush do të jetë më i miri në vend? Javën e ardhshme, 3 konkurrentët do sfidohen në profesionin e kovaçve.